Një peshk gof me peshë rreth 27 kg është kapur paraditjen e kësaj të mërkure në ujrat e Vlorës nga peshkatari meshtiz Armando File. Kapja e këtij ekzemplari të rallë ka tërhequr edhe vëmendjen e peshkatarëve dhe banorëve të zonës, pasi bëhet fjalë për një nga peshqit më të mëdhenj të kapur gjatë këtij sezoni turistik në brigjet e Vlorës. 50 vjeçari ishte zhytur në zonën e njohur si Spitaliera pranë Radhimës, një nga vendet më të frekuentuara nga peshkatarët sportiv dhe ata meshtiz, për shkak të ujrave të pastra dhe pranisë së shumë llojeve të peshqve. Gjatë zhytjes ai hasi një tufë peshqish gof, duke arritur të godas njërin prej tyre, i cili rezultoi të ishte një ekzemplar me përmasa të konsiderueshme, sipas vet peshkatarit. Momenti më i vështirë nuk ishte goditja e peshkut, por nxjerrja e tij në sipërfaqe. Për shkak të peshës dhe forcës së madhe të gofit, lufta me të zgjati më shumë se 30 minuta. Peshku tentoi disa herë të largohej drejt thellësisë, ndërsa peshkatari u detyrua të përdorte gjithë eksperiencën e tij për të mbajtur në kontroll deri në momentin kur arriti ta sillte në sipërfaqe. Pas nxjerrjes nga deti, peshku u transportua në qendrën e peshkimit në Radhim. Opa, delfini gjirit sapo ka qelluar një gof gjigante, pasi u përlesh me të në det, arriti ta sjellte qendrën e peshkimit të Origu Radhim. Mirë se të vini ta shijoni. Tani edhe në Kandar. Armando, ide në Kandar të peshojmë. Po. Peshkatarët e zonës shprehen se gjatë muajve të verës në ujrat e Vlorës shfaqen shpesh ekzemplar të mëdhenj të gofit, por kapja e tyre mbetet një sfidë e vështirë, pasi ky është një peshk shumë i fuqishëm, i shpejtë dhe kërkon eksperiencë të konsiderueshme në peshkimin meshtiz. Zona e Spitalieres dhe Bregdeti i Radhimës njihen prej vitesh si ndër destinacionet më të pasura për peshkimin në ujor, falë relievit shkëmbor dhe biodiversitetit detar që ofrojnë. Kapja e këtij gofi 27 kg konsiderohet një sukses i veçantë për Armando Filen, ndërsa është edhe një tjetër dëshmi e pasurisë së faunës detare që ofrojnë ujrat e Vlorës. Ngjarja është komentuar gjerësisht edhe nga komuniteti i peshkatarëve, të cilët e cilësojnë si një nga kapjet më të spikatura të këtij sezoni.